Ftojnë në studio tani një vajzë, në fakt një zonjë, e cila vjen sonte promovuar librin e saj, një libër shumë interesant për gjithë ju fansat të historisë. Ajo ka bërë një libër me titullin Princ Vidi, princi gjerman i shqiptarëve. Ftojnë në studio Elena Kocaqin. Elena, faleminderit që më erdhët pas pak. Ne do flasim për librin tuaj dhe sigurisht që do flasim edhe për Princ Vidin dhe për të kuptuar ku ndryshon ose ku ka ndryshuar. Që ndryshim ka Princ Vidi nga Princ Rama. Princ në thonjza, Rama nuk është princ, është kryeministër, po në thonjza Princ Rama. Do flasim pak për Princ Vidi dhe Princ Rama, po pas pak të gjithë ju që jeni të kurioz të kuptoni ndryshimin dhe ngjashmëritë mes tyre dy njerëzve, Princ Vidin që dikur ka udhëhequr për pak kohë Shqipërinë dështoi, dhe Princ Ramën që vazhdon të udhëheq prej 2 vjetësh. Arrimi mbrëma, zotrinj, ora në këto momente po flasim, është 1:13 minuta dhe jam për qefin tim me Elena Kocaqin, zonja zotrinj, ma jep një libër Elena, ma hidh. Ma jep një libër ta kem, jo, hidhe Elena se hidhe libra tu, hidhe, është bukur shumë. Po. Është shenjë respekti. Po. Shenjë sportiviteti. Elena Kocaqi, Levanti. Po, bashortit. Është mbiemri bashortit, sepse Elena është martuar tashmë dhe ka një bebe. Jo, kam 2. Bebi vogël është 2 vjeç, bilesa s'fle pa mua, po s'ka problem. Mos ja fut kot. Po. Po të pret. Biles kur kam qenë 7 zanë me gocën, kam qenë tek ju Po, me tani mbaj për fund, dhe mbar mend ka 7 po muaj. ndërkohë ke 2 goca. Kam një djalë, 6 deri 7 vjeç, kam edhe një gocë që është 2 vjeç për 3. Po tani kush e mban tani që jeti këtu me mua? Po, tani që jam unë, të gjithë ata që janë të disponueshëm. A, do të thonë nuk është vetëm burri në shtëpi. Jo, absolutisht, ka dhe të tjerë. Ka edhe njerëz tjerë. Elena, në fakt ne sigurisht nuk do rim pafund, do më thuash thelbin, po do të kujtoj që ky libër ja vlen që ta kemi në shtëpi, sepse është një libër që në një moment caktuar njeriu mund të rikthehet historisë së vendit vet. Sepse përcakton rrethanat njëjtat politike, edhe me sot është shumë. Dhe është një personazh, të them drejtën, që nuk e di nëse kemi pasur fat apo jo që kemi pasur, edhe pse një periudhë të shkurtër, Princ Vidi, princi gjerman i shqiptarëve, dhe kështu titullohet dhe libri, Princi gjerman i Shqipërisë. Po. William Vid. Po. Rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë nga shtëpia botuese e Mal. Po. Elena Kocaqi, në fakt, ti vazhdon të jesh një pasionante e paparë e historisë. Nuk është libri jot i parë, apo jo? Jo, nuk është libri i parë, të shkruash histori në Shqipëri është shumë e lodhshme. Tani të depres pakun. Po. Me çguxim vazhdon të shkruash histori ku Blend Fevziu po bën namin, ka bërë librin deri tani, i fundit fare ishte për Zogun, bëri Beren Verogjën, të gjitha këto i shoqëruar me dokumentar. Çdo një ju që merrem me histori, kam bërë Fevziu këto punë, Elena. Shiko, historia që shkruan Fevziu. Dhe i shet dhe nga 30.000, 40.000 kopje. Po mirë, është tjetër gjë ajo, sepse në Shqipëri shet publiciteti më tepër se sa shet. Po ajo që bën Fevziu fatikisht çfarë? Ajo nuk është histori e mirëfillt, nuk është histori e mirëfillt, ajo është një lloj historie publicistike, ndërsa kjo është histori e mirëfillt në kuptimin që merresh me faktin. Ka pranuar dhe Fevziu këtë gjë, që është më shumë publicistike historike se sa histori. Ndërsa histori është që histori me fakte, pra të vësh përballë faktet, sepse dikush nesër është skeptik për atë që ti thua, por në momentin që ti citon faktin, ai shkon te burimi e gjen dhe aty të vlerëson, pra është koha që të vlerëson është shumë e vështirë kjo lloj historie, sepse i bie që ti duhet të harxhosh shumë kohë, jo në arkiv, jo me dokumenta diplomatike, jo me atë që kanë shkruar të tjerët, dhe të imagjinosh janë librat historik, të shkruash histori është luks. Është luks, sidomos në Shqipëri. Po sigurisht. Është luks. Sepse lexohen nga pak veta akoma. Dhe po janë dhe cilësi shumë e mirë dhe mundim shumë i madh. Dhe harxhimi financiar është shumë i madh me Vërtet? Po, sepse ti nëse do të futesh për shembull në arkiv dhe do fotokopiosh materiale, vetëm fotokopimi i tyre të kushton jashtëzakonisht shumë. Dhe imagjino që harxhon kohë dhe kjo kohë, dhe kjo është vetëm idealizëm nga ana jonë që e bëjmë për të lënë diçka mbrapa, por në qoftë se do shë fokusuar në këtë komercializmin, do të kishim ndryshuar stil. Në kuptimin që do të shkruanim diçka që vërtet si thua e pranon të tregu, mirë po duhet binim nga vetvetja, pra duhet binim në profesion. Gjë që në fakt. Ku ke qenë Fevziu për herë të fundit? Sa i vdes për historinë Fevziu? Te Fevziu s'kam qenë, kur kam qenë 7 zanë me gocën, pra atëherë nuk më ka ftuar më Fevziu, kur të më ftoj do shkoj. Po ndoshta s'ka pas arsye tani. Po ndoshta s'ka pas arsye. Elena, është studimi i parë pas 100 vitesh, thonë ju. I tipit i monografisë, po. Pse se kjo është një monografi? Po, është monografi.
pasi nuk ka pasur një të tillë për Princ Vidin. Ky libër flet për princin gjerman të Shqipërisë në vitin 1914. Pra që i bie të ketë qenë në prag të luftës parë botërore. Princi që zgjodhet fuqitë e mëdha për Shqipërinë. Libri flet për unë do bëj thjesht një kështu dhe pastaj do të lëtyj të ma tregosh si prallë për ata që na dëgjojnë tani mos i lodhim. Libri flet për një dështim të gjatë të fuqive të mëdha për të ngritur një shtet shqiptar, dështim që erdhi nga korrupsioni politikanëve shqiptar dhe nga agjenturat e fqinjve. Në përgjithësi, po atje kemi mbetur apo jo? Absolutisht e njëjta gjë. Jemi po atje. Korrupsioni politikanëve shqiptar para 100 vjetësh. Në ndryshim me atëherë tani është smartphone, vetëm kaq. Ndërsa tani korrupsioni ka shkuar edhe në për masa më të larta, sepse po të shikosh politikanët para 100 vjetësh ishin më shumë shkollë, ndërsa tani ka më pak shkollë. Elena, ju thoni që ky libër ja vlen dhe është interesant për disa arsye. Unë po them arsyeën dhe pastaj ti më elaboro. Ti thua kemi 6 fuqitë më të mëdha të botës që ishin protektorët dhe garantues e shtetit shqiptar dhe që dështojnë të gjithë. Rasti para në histori, që shtetet e mëdha mblidhen për të ngritur një shtet, sepse Shqipëria fatikisht në vitin 1912-13 kur shpërtheu lufta ballkanike, atëherë pasandaj u projektua që do krijohej Shqipëria, atë duhet biesh një drejtues, një princ. Dhe gjithë Ballkani kështu kishte operuar. Për shembull, po të shkojmë në Greqi, në Bullgari, në Rumani kishin pas princ gjerman, po austriak. Ndërsa për Shqipërinë nuk mund të ishte një princ austriak se nuk pranonte pikërisht Italia dhe për këtë arsye u zgjodh princ nga dinastia gjermane, sepse ishte italianët kishin për shembull kundër austriakëve dhe nuk kishin probleme me gjermanët për ta kuptuar mirë. Jo, italianët nuk donin që të kishte influencë të Austrisë, se dy rivalet për Shqipërinë në këtë kohë ishte Austria me Italinë, por Austria nuk kërkonte të aneksonte Shqipërinë. Italia kërkonte të merrte Vlorën dhe dihet historia më mbrapa. Dhe kërkonte një princ që të ishte musliman, mundësisht ishte shqiptar, që ta kishte kontroll vet, që të krijonte ato kushtet me qëllim që ta siç ndodhin me Zogun. Po ndërkohë nuk arritën dot. Në kohën e princit të bënin këtë veto. Dhe arritën dhe pranuan gjithsesi. Pranuan krijimin e Shqipërisë, por me një mendim që kur të krijohej kushti të merrnin Vlorën. Vlorën dhe pastaj e shtryen. Po ndërkohë e pranuan Vidin që ishte gjerman. E pranuan. Biles ato e propozuan. Italianët e propozuan, austriakët e pranuan. Kush është Vidi në fakt? Princ Vidi vjen nga dinastia gjermane Vit. A dërgon një gjë ku ka qenë i vogël, ku ka qenë bebe, ku ka lindur. Shiko, libri nuk ka. Nuk merret fare me pjesë biografike. Nuk merret me biografi, sepse unë jam historiane. Po, jam historiane dhe nuk merret me anën, me këto merret Fevzo. Fevzo i çanto. Se sa të dashura ka pasur, se çfarë këto nuk janë objektiv. Po interesant janë, po ka kaq shumë gjëra interesante aty sa nuk më vjen. Po, dërgon. Po Princ Vidi ishte martuar me një princeshë e cila rrithte nga dinastia rumune dhe ishte me gjak shqiptar sepse rrithte nga dinastia gjike. Për pretendonte, pra se ishte asaj dinastie. Ishte kushuriri i parë, ishte kushuriri i perandorit dytë gjerman, ishte kushuriri me mbretëreshën e Greqisë, kishte hall mbretëreshën e Rumanisë, kishte lidhje me, domethënë, mamaja e tij rrithte nga dinastia hollandeze dhe mbretëresha e Suedisë ishte përsëri tezja e tij. Pra, një lidhje me të gjitha dinastitë e fuqishme të Evropës, ishte një oficer kavalerie, në përgjithësi ishte tepër korrekt, pra siç janë gjermanët. Ishte simpatik? Po, me sypoqelli gjatë. Ne dy e kam librin këtu, mund ta fokusosh pas here, por a ishte mësuar me atë kulturë politike gjermane. Kur vjen në Ballkan, ka një kulturë politike intrigante. Sigurisht. Primje para se të më thuash Ballkan, vetë ky ç'a ishte? Karriera e tij më e lartë ku arriti para se të vinte këtu? Ka qenë në oficer i lartë në trupat elit të Gjermanisë. Sa vjeç ishte kur erdhi Vidi këtu? Ka ardhur 38 vjeç. Pra sepse i 37 u zgjodh, 38 ka ardhur. Ishte beqar? Jo, ishte martuar. Ishte martuar, më the. Ishte martuar me 2 fëmijë, bilesi 2 fëmijë. Po këto në libër nuk janë këto gjë. Janë trajtuar. Po janë ishte martuar me 2 fëmijë dhe fëmijët i pagzoi me emrin Donika dhe Skënder për të lidhur me shqiptarët. Dhe ai e mori shumë seriozisht monarkinë shqiptare. Dhe pruri të gjithë pasurinë këtu, e cila në fund përfundoi që ja vodhi sa Totanit tërë. Po ç'pasuri pasuri pruri shkëti? Të gjitha çfarë kishte, të gjitha. I shkonte të paktën 2 milion mbi 2 milion franga pasuria që në këtë kohë sa mund të ishin? Nuk e di, por shkon në disa milion dollar në fakt. Ky këtu është, a? Po. Dhe mua vjen shumë keq për princin që kemi kata ndisur. Ti thua 38 vjeç, po e vjetër shumë. Ndoshta dhe foto është bardhëzi, edhe që por mua vjen keq për princin sepse erdhi për të ndihmuar, si të thash në mënyrë për ngritje shtet shqiptar, sigurisht që ai kishte privilegje. Kush caktohet Vidi? E caktuan ran dakord Austria me Itali. Gjermani nuk donte, perandori Vilhelmi II i Gjermanisë thoshte mos shkon në Shqipëri. Shqiptarët mund të jenë race bukure, forte etj, por janë të lidhur me kulturën lindore. Pra më mirë të vejë një princ musliman. Po, pra, nuk pranonte dhe plus kësaj nuk i njeh thoshte intrigat ballkanike. Ai ishte i vjetër në profesionin e politikës dhe e dinte shumë mirë se çfarë luazesh në Ballkan dhe në Ballkan fatikisht intrigat janë të jashtëzakonshme dhe sidomos për Shqipërinë. Po politikanët as e dinë, se po ti dinë, do dinë të luajnë një çik, po këto s'dinë luaj fare.
Kjo është problemi, sepse nuk dim. Edhe si përfundim, kjo tha jo do shkoj, tha. Ky e pranoj sepse thuhet që e kanë ndikuar e shoqja shumë, sepse ishte ajo disi ambicioze, kërkonte ajo që t'ishe mbretëresh, dhe e pranoj, dhe thotë, shumë e bukur e thënia, e kam shkruar edhe në libre perandorit gjerman, se que le femme veut, le Dieu veut. Se que la femme veut, Dieu veut. Le Dieu veut. Ato i do gruaja, do Zoti. Kështu që në këtë kënd vështrim është aktuale fatikisht. Edhe erdhi bashkë me Karamaj. Erdhi bashkë me fëmijët. Fëmijët e vegjël. Po, u ngrit një shtet. Donika dhe Skënderi. Bukur shumë. Dhe të dy u vendosë në Durrës, KNK-ja mori përsipër pra gjithë fuqitë e mëdha të bënin kushtetutën e parë, të organizonin shtetin, por kishe divergjenca midis fuqive të mëdha, divergjenca midis Italisë. Dalemi një sekond pas në shkoshte makro. E di, po përpisi unë jam pozicionuar te kjo pjesa tjetër. Pa më shkoshte pjesa makro, se çdo me fuqitë e mëdha. Donika dhe Skënderi, ne nuk dim që për fatin e tyre fare, ata nuk u rikthyen në Shqipëri më vonë. Jo, nuk u kthyen. Biles djalit i është propozuar të merrte fronën e Shqipërisë luftën e dytë botërore dhe nuk ka pranuar. Po pse? Po aq hoqi vidi këtu Shqipëri, sa imagjinoj, ato e shofi pushteti përgjithësi, nuk e shoh si politikan ta që vërien për pushtet. Aja nuk e ka pranuar fronin. Edhe vetë vidi se pranoi fillim. Pra viti erdhi në 1114 dhe ndonjë vetëm 6 muaj, po është prodhuar një histori sa për 60 vjet. Po ku jetoj? A jetoj në Durrës. Kryeqyteti perandorisë, do të thënë kryeqyteti i shtetit u zgjot Durrësi, ka pas një kontradiktë shumë. Edhe pse italianët duke se s'donin, donin Vlorën ata. Jo, italianët nuk donin sepse u diskutua që të rrinte në Vlorë dhe nëse princi do shkuar në Vlorë, do ishte më i sigurt se në Durrës. Por italianët donin ta merrnin për vete Vlorën dhe thoshin që të shkojnë në Shkodër më mirë. Austriakët thoshin po të shkojë princi në Shkodër, Vlora del jashtë kontrollit, pra vihet nën kontrollin greko-italian dhe Durrësi gjithashtu. Kështu që duhet të jetë në një pozicion të tillë dhe u zgjot Durrësi për kryeqytet. Atë në Shqipëri ishte rëmuje pa parë në 1914. Një anarki jashtëzakonshme. Kush ishte atëherë, sepse ti thua në libër që flitet për thuaje, që mos ngatrohem, se ose jam i fasi. Po, absolutisht, vetëm më thuaj për çfarë. Ju thoni, ti thua Elena, u ngrit një qeveri shqiptare me feudal osman, që ishin agent të njërit apo tjetrit shtet ballkanik. Po, dhe kjo është më e bukur. Qa shteti u ngrit? 6 fuqit më dha protektore. Pra 6 fuqit më të mëdha të botës që ishin garantuset. Angli, Francë, Rusi, Gjermani, Itali, Austro-Ungari. Ishin garantuset e shtetit shqiptar. Pra askush se prek shtetit shqiptar me dorë, se jemi ne garant. Prunë dhe një komision i cili bënte administrimin e financave të Shqipërisë. Bukuroshe, që bën ashtu? Pra, paratë e Shqipërisë kontrolloshin nga të gjithë fuqitë e mëdha, jo nga qeveria shqiptare. Kemi një princ gjerman, kemi një qeveri me feudal në përgjithësi me kulturë osmane, apo të cilët ishin të identifikuar me Turqin, të cilët akuzoheshin se ishin të lidhur për shembull vetë kryeministri i kësaj Turan Pasha, ishte njëri shumë Turan Pash Përmeti, ishte një njëri kulturuar, i cili kishte punuar në të gjitha kancelarit perëndimore. Por, po të shikosh me vëmendje, anglezët, austriakët, italianët e akuzojnë se ishte agent i Rusisë dhe punonte për llogarit të Rusisë. Kishte në gjithë vërtet të histori? Në fakt ishte miku personal i carit të Rusisë. Dhe kjo i bënte ato të dyshonin. Unë nuk e di sepse duhet para arkivat të Austrisë. Pra kishte një filt me rusët në atë kohë. Po, e kishte. Dhe shpesh ato thoshin që pra në kohën që erdhi Princ Viti, kush ishte kryeministri në Shqipëri? Turan Pash Përmeti. Dhe ministri i fuqishëm fare ishte në fakt Esat Toptani, të cilin nuk e të buan dot. Nuk pranoje sa Toptani ta të boni, nga Shqipëria si shtë boni Ismail Qemali, dhe a i mori 2 pozicione shumë të forta, pozicione e ministrit brendshëm dhe ministrit luftës, dhe që do të thotë që a i konsolidoj pozitat dhe do të bësh princ për vete, dhe lufta ka qenë që... Esat Pash Toptani? Po, të bësh ky princ. Po ku erdhi Princ Viti, që bëri Esat Pash Toptani? Jo, po princi a ira dakord me KNK-n, që do t'i çonte kurorën princit dhe do bësh ministër, me këto 2 kushte, se ndryshe nuk e lëshon të Durrësi. Dhe Princ Viti e bëri ministër? Po e bëri se s'kisha bënte. Imagjino se janë politikanë të shqiptarë, edhe sot e kësaj dite. Ti thua në libër ka një xhandarmeri holandeze për të mbajtur qetësinë në vend, e cila kërkonte të komandojë nga të gjithë. Po, xhandarët ishin kjo ndodhi ku erdhi Princ Viti? Po, të vetmi njerëz. Ç'ne që mori xhandarmeri holandeze? Po ishte përcaktuar në konferencën e ambasadorëve që do ngrihet shteti, duhet ushtri, duhet xhandarmeri. Dhe xhandarmerinë e zgjon suedeze. Elena, ta kupton njerëzit për na dëgjojnë tani. Gjithë kjo histori një gjam pak a shumë historisë Kosovës apo jo, me Oleksin, me Onikun. Po, gabimet e Shqipërisë nuk përsëritën në Kosovë. Nuk u përsëritën. Jo, sepse në Kosovë futu shtria, në Shqipëri nuk u futu shtri. Prandaj Greqia bëri çfarë deshin në jug të Shqipërisë, futi ajo 70.000 ushtar. Erdhën holandezë fatikisht Shqipëri. Erdhën holandezët dhe ishin njerëzit më besnik, më korrekt ndaj shtetit shqiptar. I bindeshin edhe Vitit. I bindeshin dhe Thompsoni ka vdekur me thënien rroft Shqipëria. Në atë rebelim që do flasim që është skandalos fatikisht. Dhe nuk prun trupat ndërkombëtare, ky ka qenë problemi më i madh. Nëse do kishin prun trupat ndërkombëtare, shteti shqiptar do ishte konsoliduar. Por ç'a ndodhi? Duke që s'u futën trupat ndërkombëtare, Greqia futi trupat i kishte futur që luftën ballkanike, 20.000 deri 70.000 ushtarë të rregullt, plus të burgosurit nga Janina, plus andartët e Kretës, që kishin si qëllim të vrisin muslimanët e jugut të Shqipërisë, pra
të Epirit, që njihet historikisht, dhe çfarë bënin, të vinin të sillnin popullsi nga Azia e Vogël. Dhe këto shpallën duke parë se Austria vuri veto, tha o ti ikë Greqia nga jugu Shqipërisë, ose unë me Italinë do marrim masa Ato të veçanta. Shmabeti ky ishte një terren ku luftonin këta apo jo? Ka qenë një terren, nuk e di, i jashtëzakonshëm. Nga një Greqia, nga dhe Italia, Austriakët. Absolutisht, po, edhe ç'a ndodhi? Ndodhin që ato shpallën dhe pavarësinë e Epirit, Greqia shpalli vet, dhe me protokollin e Korfuzit, i cili në fakt u miratua nga KNK që ishin përfaqësuesit e saj Shqipëri. Çfarë KNK-ja? KNK ishte Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit që përbohesh nga përfaqësues gjithë fushëve të mëdha dhe një i Shqipërisë ka qenë me difrashëri, e kanë firmosur. Dhe deri diku kanë firmosur një lloj autonomie pavarësie për Epirin që ishte shkelje shumë e rëndë e të drejtave, domethënë të sovranitetit krijuar të shtetit shqiptar në Londër. Po pse Epiri ka ekzistuar fatikisht? Epiri ka ekzistuar për qytet pellazgjisht, to skrish, gjysmë shqiptarëve nuk ka dhëna që është Greqi, sepse po të hyjmë as Greqia në Athinë flitë shqip para 200 vjetëve. Po të hyjmë as gjëja nuk dalin Greqi jo të ketë në Epir. Kështu që nuk hyn fare etnikisht se nuk kjo është diçka ideologjike politike, nuk ka lidhje fare me etnin. Të statutat janë zbuluar që shkruhet greqisht e kështu këto vlefë. Jo, nuk ka lidhje me atë, sepse këto ka një gjuhë ndërkombëtare siç është latinishtja dhe bizantinishtja, është tjetër gjë. Nuk ka lidhje bizantinët me grek të rinj. Grek të rinj kërkojnë të përvetsojnë kulturën bizantine dhe ato të vjetrën. Për të thënë që ne jemi ne ata, po kjo nuk besohet. Po pse nuk janë ata fatikisht? Po nuk janë. Po mos jemi ne pasardhës se grekëve të vjetër. Po jemi ne shqiptarët aty dhe ne jemi gjak me to. Ky është problemi, po ne zgjidhemi me to sepse është ideologjia në mes që kanë darë. E qartë, grek të shkët tani se janë në krizë të madhe. Po, se janë në krizë të gjyna. Po dhe mund të dalin. Po e dy. Për popullin më vjen keq për popullin grek, po për atë shtetin që ka qenë pak si thua agresiv me fqinjët, është një psim që ai duhet të nxjerrë mësimin e të ardhmen. Në qartë. Tani në lidhje me këtë situatën, doja të thoya që princ Viti nuk e pranoi deri diku protokollin e Korfuzit dhe kërkonte që të mobilizonte një ushtri. Dhe këtu ka qenë qitë situata që doli jashtë kontrollit, dhe sa Toptani u zotua, se do të merrte disa para dhe do t'i armatoste. Erdhën pushkët nga Austria dhe nga Italia, u armatosën, që do qoshin jug për të luftuar kundër ushtrisë greke. Qa ndodhi? Ato pasi morën armët ja kthyen ato Vitit. Dhe filloi një rebelim i cili thuhet se ja kthyen Vitit. Ja kthyen Vitit sepse qa ndodhi? Greqia, me anë të klerit ortodoks, mori vesh që këto po bëshin gati për të futur me trupa në jug dhe pagoi sa Toptani 30.000 franga ari, diçka e tillë, nuk e di se sa i bëjmë para, por shumë para. Që ai ta situash ta dhe për figurën e sa Toptanit nuk ka asnjë mënyrë që mund ta rehabilitosh, sepse të dalin të dhëna që ka marrë, jo, nuk ka lidhje familja Toptani me sa Toptani, ndani familjen Toptani, se ka pas abit Toptani që kanë qenë burra shumë të mirë, me sa Toptani, se Toptani është i veçantë llojineve. Çdo familje ka, po ka edhe abit Toptani që është burr i mirë, nuk ka lidhje me ta. Absolutisht, nuk po themi brenda familjes kanë qenë disa shumë të mirë dhe ky nuk ka qenë. Shiko, faktet historike janë kokforta. Për shembull, ai ka bërë 10 milion franga ari, duke shit Shqipërinë, te Serbia, te Greqia, te Italia, te Turqia, te kushdo. Ai vetëm bënte para. Por nuk se ka shitur në gjë, nuk se ka shitur. Jo, e ka shitur, si se ka shitur. Ka bërë punën për atë që kanë kërkuar, pse? Për shembull, të sabotosh shtetin tënd për llogarit Greqisë, kjo nuk është. Nuk është se kishte ai dorë të sabotonte. Po jemi sabotoi, ishte ministër, ai ishte ministri i brendshëm. Ai sabotoi të tërë këto. Po pse e la princ Viti? Si princi i doli situata nga kontrolli për 2 ditë. E pra, atëherë është faji princit? Jo. Nuk është faji Esatit? Jo, janë të jashtëzakonshëm këto tonët. Më dëgjoj mua, po patjetër. Janë më intrigantët, më të rrezikshmit që mund të ketë planeti. Janë pak bazik, okay, janë pak bazik. Dhe njëta që është edhe sot, pavarësisht se ne të njëjtat armiq, të njëjtat situata, pavarësisht se jemi në një kohë moderne. Asgjë më s'ka ndryshuar, këtu janë të gjithë Aristoteli, Homeri, këtu janë të gjithë. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Ndodh që Greqia pagua që të bëhet një rebelim Shqipërit mesme me qëllim të harrohet jugu, dhe fatikisht u harrua jugu. Sepse derisa u ngrit, dhe ky për këtë rebelim thuhet që ka qenë kryengritja e Haxhi Qamilit. Mua nuk më del Haxhi Qamili me asnjë. Po pra ti thua që Haxhi Qamili thua ti, Elena, më fal që po ndërpres. Nuk është as sekundi. Po pra, nuk është sekundi fare. Nuk e di. Haxhi Qamili s'është duket që janë krijesë historiane të Shqipërisë, ndoshta me udhëzimin e Enverogjës. Është në fazën e dytë Haxhi Qamili. Kur në çfarë faze, në çfarë kohë? Princi, në tetor, kur fillon lufta e parë botërore. Po pse ti referohesh kur thua që këta thonë që ka qenë Haxhi Qamili? Historian për atë tanët këtu të kohës komunizmit. Ku ti referohesh tani, më jep një emër? Nuk du të them emra, por në përgjithësi në historinë dhe të kalamajve kështu bëhet. Po çfarë thon pra? Që kryengritja e Haxhi Qamilit për të buar princin. Po nuk është kryengritja e Haxhi Qamilit. Jo, është rebelim i paguar me mercenar, 2000 veta, të paguar me rrogë nga Serbia, të armatosur nga Italia, të frymëzuar
me projekte politike dhe me para nga Turqia dhe nga Greqia, për t'i dhënë fund shtetit shqiptar, me qëllim që Shqipëria e Londrës të ndahej midis Serbis, Veriu dhe Durrësi, midis Malit Zi Shkodrën, Greqia të merrte Epirin dhe në qoftë se Shqipërinë e Mesme do mbetesh në një cop, t'ishte në një princ turk. Italia donte Vlorën. Pra i kishin bërë plane të tëra këto, shiko, është e bukur. Nga një aleancë ka një aleancë të heshtur ballkanike kundra Shqipërisë në këtë kohë. Sepse u morën 2/3 e territorit të Shqipërisë në konferencën e Londrës, këto nuk donin as Shqipërinë e Londrës të ekzistonte, dhe për këtë arsye këtu bën një aleancë të re, por kjo aleancë e re është shumë interesante, se nga aleancë ortodokse u fut Turqia muslimane dhe Italia katolike, pra një aleancë panfetare për t'i dhënë fund Shqipërisë. Dhe kjo tregon, që është dhe për sot, që kur vjen puna për të Shqipëria, ka edhe aleancë midis armiqve për vdekje midis tyre, siç është Greqia me Turqinë, dhe kështu që duhet është mësim shumë i madh nga historia. Po ndoshta do kishim shpëtuar po të ndodhte ajo Gjelera atë që mendoj. Më fal që po bëhem cinik. Po mos ndoshta po të ndaj copa. Njerëzit dhe banorët e atyre trevave do vëllonin të jetonin më mirë në këto vende apo jo? Shiko, kur e mendon në mënyrë pragmatiste po flas. Po jo, nuk do jetoni mirë çani sepse po çfarë ishim ne atëherë? Më thuaj kush ishim ne atëherë? Ka qenë plani? Plani ka qenë për të vrarë dhe për të buar në Turqi. Çfarë jetë se mirë do ishte kjo? Ato doin të pastronin etikisht, po, në Turqi. Pse? Po që të spastronin etikisht. Ato ja bën kërkesën Austrisë, i thanë na jep në Shqipëri, e bëjmë brenda javës unë edhe Serbia, Greqia me Serbinë, s'lëm asnjë aty. E rregullojmë, siç e kanë marrë historikisht, po. Po, kanë qenë shumë shovinista, ato tani janë zbutur dhe prapë nuk do të kërkuar falje Shqipërisë për çfarë kanë bërë në fakt. Nuk jemi ne agresiv. Ne jemi agresiv me njëri tjetrin. Ne jemi armiku më i madh i njëri tjetrit, jemi xheloz, ambicioz, heqim tave njëri tjetrin. Pengesa njëri tjetrit, ndërsa me fqinjet ne jemi shumë të dobët. Historikisht kemi qenë njësoj thuat edhe në nivel politik. Edhe në nivel politik nuk është shumë fare. Pra ky Turani shkësi kishte emrin kryeministri? Turan Pasha. Turan Pasha ishte njëri i urtë. E di se çfarë thuhet, do të them vetëm 2-3 thënie të asaj kohe për politikanët shqiptar. Nuk ka profesion më fitimprur, thuhet para 100 vjetësh, se sa të jesh politikan shqiptar. E thoshin që atëherë. Po, të tërë fuqitë e mëdha. Pra, korrupsionin atë kohë ka qenë, e disa le kanë bërë të tërë këto. Pra, ne jemi njerëz që vazhdojmë traditën. Dhe po Italo Sulioti thotë, shqiptarët akuzohen se janë populli më i korruptuar në Evropë, para 100 vjetësh. Janë njerëz që shiten dhe blije. Po shtë bëjnë të shkatët mi, ti Olena, dëgjoj. Po pra, po pas 100 vjetësh nuk kemi ndryshuar. Ti thuasin gjithë keqe këtë? Dhe një princ rumun, po them dhe këtë gjë tjetër, ta themi dhe të korrupsioni, thotë, nëse se ti duhet jesh patriot në Shqipëri dhe do të bësh një punë të mirë në Shqipëri, do të gjej belaja, do të marrin, do të vënë kundërshtim nga tëra anë, do të bëjnë të bësh kur e ngritë kundër vendit tënd, do t'i bëjnë gjitha. Pra, njëjta situatë edhe sot. Pra, ajo elite popullsisë shqiptare që kërkon. Dhe pastaj dëgjon njerëz si Kreshiku që revoltohen. Tani Olena, ti që je historiane. Olena, ti që je historiane me zemër. Cili është leksioni monopol Shqipëria? Dale, Olena, ti që je historiane. Po. Cili është leksioni do t'i japësh sot gjithë njerëzve që kanë një shpresë se ky vend mund të bëhet? Shiko, me ato. Por derisa nga provat që ti po na jep sot, me historinë e Princ Vidit shkret që erdhi 6 muaj dhe iku, me bish në shal, dakor? Ti në fakt po na thua fjalë tjera, shiko, ky vend kshu ka qenë historikisht, nuk ka arsye sepse ndryshoi. Shiko, me duket janë sa vende Elena që më ndryshojnë kur. Për shembull ti e ke parasysh, Amerika Latine për shembull. Më thuaj ti mua. Po pse duhet jemi në atë nivel? Ne kemi pasur. Po pse mos jemi? Po shiko, nuk lejon historia jonë e shkuar, është turp. Po kush jemi? Pse? Pse duhet ta mitizojmë kaq shumë një gjë ose një vlerë që cila nuk ekzistuar kur? Çka kanë qenë këta banorë? Ti je historiane. A ka qenë njerëz që shiko, ka qenë njerëz që në fakt e kishin mundin të vidhin, të nisin bagtit, të vidhin bagtit njëri tjetër. Po kanë qenë strategë shumë të mëdha, kanë qeverisë botën. Për shembull. Ka pas pa fund. Për shembull. 33 perandori ka pas Roma me origjinën tonë. 40 kryeministra, po shqiptarët, i ka pas perandoria osmane. Edhe një po mos burremi me të famshmitan jashtë tyre treva. Po pra, po kemi grup brenda. Këtu brenda ka një gjë. Këtu brenda ka një gjë që ne jemi shumë. Çfarë, klima është dielli, çfarë është kjo? Këtu është ambicie shumë e madhe për pushtet. Po lere me ambicie gjithandej. Nuk më ke thënë asgjë me këtë. S'ke thënë asgjë. O ka ambicie sot në gjitha vendet e zhvilluara o nuk ka. Të kuptoj, po nuk është e kësaj forme. Më gjet çfarë ku fshihet lepuri. Pse ky vend nuk është bërë asnjëherë? Pse s'kem pas asnjëherë mundësi shtetformuse? Nuk kemi pasur një klasë politike që të punojë për Po pse pra, pse? Sepse klasë politike nga do dalë nga njerëz. Ka dhe kulturë politike me 1500 vjet nën perandori bizantine, osmane dhe kultura politike është kjo që ne duam sultan, duam grusht fort. Ne nuk duam Prandaj njerëz që janë të tillë votohen nga po dëgjoja e ditë Tostu Bonji, po thashë jo Putini merri për qeshur se kur thoshim on para disa kohësh Putini, të gjithë tamë thoshin mos të di e ke personale me dramën. Tani ka filluar të artikulojnë të gjithë. Tani jemi dakord bashkë që ky vend, edhe pse nën të ashtu quhet në demokraci,
do njerëz me dorë të fortë, sepse vetëm ashtu i adhuron, pra ky popull adhuron gjithmonë njerëz të fortë në krye. A je dakord? Deri diku po. Pastaj po të pyes, si ka mundsi ky kryeministri shqiptar në atë kohë, para se të vinte Princ Vidi ky Turani? Po. Ky më thëti mua ishte njeri i butë apo jo? Po, shumë i butë. Si ka që u bë kryeministër ky? Po ky u bë për këtë kulturën që kishte në fushën shtetërore, sepse këto ishin administrata ishte komplete për Enderit Osmane dhe gjua administratës ishte osmanishtja, të Princ Vidi. Turqishtja? Po, turqishtja në Shqipëri. Imagjinohet, sepse nuk dini shqip ato. Asnjëri as me shkru, beles as me fol s'dini. Po pse? Po se kishin shërbyer për Enderin Osmane, kishin ikur të vegjël, një pjesë ishin edhe me origjinë të dyshimit. Dhe çështja është se si me origjinë dyshim, në kuptim? Në kuptim që ishin as shqiptar. Dakor. Kështu që në këtë edhe nacionalistët në atë kohë nuk janë pranuar pushtet. Pra, në Shqipëri asnjëherë nuk ka ndodhur që intelektualët futen pushtet, as para 100 vjetësh as sot. Edhe atëherë për shembull, Konica, Noli, çfarë ishin këto njerëz të dritur, përjashtoshin nga pushteti. E pe që dështuan të gjithë? Po. Çudi e madhe. Dhe fitojnë ato që ishin flirtoni me Greqinë, me Serbinë. Blushi sot për shembull. Intelektual par excellence. Sa ka si blushi shqip. Nuk harin dot. Nuk e pranon ky vend. Universiteti i Jon i Tiranës apo qofshi edhe ato jashtë kanë prodhuar një grusht intelektuale shumë të mirë. Madje se këto vërtetohen edhe nga ajo që shkojnë jashtë, që përballen me jashtë, mos pandeni se edhe ato kanë një nivel më të lartë se ne. Shumë të mirë i kemi, po ne i kemi të përjashtuar. Aktualisht politika nuk afrohet me intelektualët. Pra trosh më nuk do. Nëse Shqipëria çani ka duk bën dy gjëra. Nëse nuk fut teknokrat në pushtet, që do të thotë, jo politikan, jo llafe lart e poshtë, njerëz profesionist, njerëzit më të shkollë, të fëmijët më të mirë të sajt, që të janë të shkolluar, ne nuk kemi për të shkuar asgjikundi. Nëse nuk bëhet transparencë në qeverisje, ne s'kemi ku të shkojmë asgjikundi. Transparencë do të thotë që jo të marrësh fondet publike për çfarë dush me gjëra. Prisi ikëm tani, erdhëm këtu. Vim te princi pra. Po mua më intereson për të kuptuar aktualitetin, më intereson ta kuptoj nëpërmjet historisë Princ Vidi që ti ke këtë libër. Zoja Zotri që s'duhet ta humbisi se është shumë interesante. Elena është një pasionante e papare e historisë. Dhe vetëm për këtë e kam bërë librin, për të kuptuar shqiptarët se ku janë. Sepse jemi sot, po sigurisht. Po për këtë duhet shërbej historia. Po. Elena, po ta mendosh holl. Po. Kush ka rezistuar pas Skënderbeut më gjatë në pushtet? Tek ne, në pushtet. Enver Hoxha, Zogu se e mbajti Italia. Zogu shumë pa kohë. Po e mbajti Italia, ai sa desh. Enveri është. Enveri. Në kohë, thuaç në kohë moderne është Enveri. Enveri. I papar. Po, Enveri ka qenë, më shumë. Po dhe ai arriti të nuk e dim tani, sepse në Shqipëri kanë një gjë që kanë mani për pushtet. Nuk kanë mani për të prodhuar, por kanë një për të përqendruar pushtet. Mi po, nuk është problemit me marrë pushtet, është problem me ditë me qeverisë. Me administru. Kjo është ambicie pa Princ Vidi shkret edhi në 1914 muajin e dim? Mars. Edhe iku në, erdhi 7 mars dhe iku në 3 shtator. Po, disa shka e qërë mua më vjen njerëz dhe shumë keq për tregon çik, më trego pak. Të imagjinosh që unë jam me ty, për shembull, ai mori një situash i pagoi feudalët shqiptar, që të vinin të bënin ushtri, këto merrnin lek nga princi, merrnin lek nga Italia për mos ta prur ushtrinë, merrnin lek nga Greqia për ta falimentuar ose nga kushdo tjetër, pra u bën të pasur dhe as ushtarëve s'u jepnin ato para. U bën të pasur vetëm në këtë formë. Dhe kështu ka ndodhur. Vidi shkët pas ka qenë pak naiv. Jo, nuk e njifte Ballkani. Po dalëm një sekond. Nuk është mësuar Vidi. Po dalëm darë se gjermanët nuk janë naiv, jo. Nuk e njifte, po një sekond. Nuk historia e gjermanëve në Greqi nuk ka qenë kështu se ka qenë një princ gjerman në Greqi apo. Po, ka qenë austriak më tepër ai. Austriak, po nuk ka rëndësi. Po nuk dështoi si ky. Jo. Në Greqi. Jo, sepse patën vullnetin e mirë fuqitë e mëdha. Këtu e sabotuan fuqitë e mëdha vet. Por shumë Rusia nuk donte. Sabotuan shqiptarët apo fuqitë e mëdha? Apo dy bashkë? Të dy bashkë. Neve e di kush është skena e Vitit është skena armëve kimike në Shqipëri. Ai njëjta gjë. Brenda ditës thash se situata në Shqipëri shkoi në luftë. Pse? Sepse të gjitha ato që kishin interesa anti-amerikane. Francezët në atë kohë ç'bënin këta francezë? Francezët kanë bajtë qendrim shumë të keq në Shqipëri. Neutral? Jo, të keq, shumë të keq. Ishin shumë me serbët ata. Kanë qenë me serbët, me grekët. Bile ato ishin dhe me ekstremistë rusë kundra Shqipërisë. Ka ndryshuar politika pas 100 vjetësh. Edhe Rusi ishte më atë bosh kanë gjeopolitika, ata vazhdojnë akoma. Rusia, imagjinoje ti në rebelimin e Shqipërisë mesme, ishin oficer rus, oficer osman, ishin oficer serb. Pra i gjithë ky rebelim që quhet i Haxhi Xhamilit është një rebelim i gjysmës së fuqive të mëdha, me fuqinë ballkanike për çdo princi. Bravo, Haxhi Xhamili nuk ekziston ku aty. Nuk ekziston në fazën e Princ Vidit. Por rebelimi i Haxhi Xhamilit ka qenë pasi iku Princ Vidi. Pasi ka ikë Vidi kundra Esat Toptanit, i nxitur nga Turqia sepse Esat Toptani u fut në aleancë me Francën dhe me Rusinë, që ishte e kundërta, sepse ishte antanta, ndërsa Turqia u fut në aleancë me Austrinë dhe Gjermaninë. Më dëgjoj të bëj një ndërkallje, që s'ka lidhje fare me këtë, se nuk besoj se ke fol për këtë. Pse e vrau ky avion Rustemi Esat Toptani? Do t'i besojmë librave të historisë? Shiko, Esat Toptani nxori ushtrinë serbe në Durrës.
Jo, është e vërtet. Më thuaj, ka pas një borç Avniut? Ky vrau këtë, do të vriste... Nuk të vret njeri se trathon kombin, të vreste i ke borç dikujt. Jo, do të vriste dhe Ahmet Zogun, ky, bilesi ja bëri atentatin. Avni Rustemi. E ka bërë atentatin në shkurt. Po shkishte Avniu me Esatin, se mi me Zogun. Sepse, në momentin që mbaroi lufta botërore në konferencën e paqes, do diskutohesh në Versaj përsëri çështja shqiptare. Dhe Esat Toptani dilte si kryetari qeverisë së Durrësit, dhe që prandaj u bë dhe kryeqytet Tiranën këtë kohë se pati divergjenca brenda vendit dhe u bë kongresi Lushjes, dhe për këtë arsye ky mendonte se do vazhdonte historia me Esat Toptani siç vazhdoi, që bëu me Serbin, bëu me Grekun, bëu me Turkun kundra Shqipërisë, dhe ndoshta unë arsyet e brendshme të Avni Rustemit nuk e di, po unë di që Avni Rustemi ka bërë edhe atentat për të vrarë Ahmet Zogun. Ahmet Zogu e vrau pastaj. E vrau pas 2-3 muajsh. Por ai i bëri atentat, biles është mbyllur thot në banjën e parlamentit që ka shpëtuar Ahmet Zogu, biles ndoshta dhe ka plagosur. Avniu i papar, ka qenë i papar. Po Gjirokastrit pra ju Gjirokastrit jeni. Jo fare, s'ka lidhje. Nuk ka njerëz më të urtë. Jeni të urtë? Ju jeni të pushkës të penës. Trimat janë këte nga Veriu, janë vërnjati. Po, e di, nuk e di. Juve jeni më shumë të penës, në fakt, po. Mos ka qenë i paguar kjo Avni Rustemi Gjirokastrit që ka qenë? Nuk mund ta them. Në fakt, unë jam shumë human dhe mendoj se jetën ta jep Zoti dhe duhet ta marrë Zoti. Nëse me kjo është histori tjetër se por politikisht Esat Toptani ka bërë shumë dëm Shqipërisë. Do rëmërzit e Fevziu, kote jo, nuk është për të mërzit Fevziu, është të vërtet, do të dishin që unë jam historiane shumë hapur. Në qoftë se do kishin një gjë të mirë te Esat Toptani, do ta kisha thënë. Dhe në libër nuk marr fare qendrim për Esat Toptanin. Absolutisht te faktet, çfarë thuhet, por konkluzjoni i bindja ime si Elena është nga faktet që shoh që ka luftuar vetëm për pushtet personal. Pra, merrte gocat e Shqipërisë, i çonte në harremet e Turqisë për të marrë titull general në gradat që merrte atje. Pasi mbaroi kjo punë, merrte përsëri tokat e Shqipërisë, ja shiste Serbisë, Greqisë. Tani, në këtë rast, shoharen ka një gjë. Nëse ti shtet vetveten, kjo është prostitucion. Dhe është punë për ty, nëse e bën. Nëse ti shtet votën, kjo është prostitucion politik. Pra, ty në këtë rast të dëmton kombëtarisht, sepse deri diku ka prur një qeveri që po e paguajmë tërë për shkak në një moment caktuar. Nëse ti shtet a dhe unë e dikujt, në këtë rast ka arrit një shkallë shumë të lartë, që askush në botë nuk të lejon. A më kupton, ti nuk mund të qetësh vendin ti mua, për llogari personale të bankës tënde. Pritani, po sepse ti beson realisht që mund të ekzistojë dikush një individ që ka mundësi dhe fuqi të shesi vendin e vetësh, e pamundur kjo gjë. Prandaj po them, mënyra e shpjegimit tënd është pak naiv. Po jo mi zemër, s'ka mundësi. Jo në atë kohë po, të shitet territorialisht. Pra duhet të bëhesh, shko. Unë duhet të bashkëpunoj me faktor shumë të fuqishëm të arritë të shes vendin tim. Fuqishëm. Franca, Rusia, Serbia ishin shumë fuqishme. Po do të nuk mund të thuash, ai shiti vendin e vetësh, e pamundur. Me lekë ka shitur. Po jo mi zemër. Po. Me Flori ka bërë 10 milion franka Esat Toptani, 1/3 e pasurisë e Esat Toptanit, vetëm në periudhën 13-18. Me këtë prins vitin tani, se ngelëm të Esati, nuk ka rëndësi. Me këtë prins vitin çfarë marrëdhënie pati ky? Pati rivalitet, jo, po sepse kërkonte t'i bënte grusht shteti princit ky. Nuk ja bëri dot. Bashkë me Itali nuk ja bëri dot se e kapi Austria. Agentët austriakë e morën vesh, një të marrë holandezët e arrestuan e deportuan nga Shqipëria. Dhe shpëtoi princit se princit do ta kishte vrarë ky ose këto të tjerët që i bashkëpunonin me ta. Ka shpëtuar për shkak të agjentëve austriakë, ishin më të zotët, sepse Austria kishte interes ta ngrinte. Kush e mbronte princ Vidin? E mbronte Austria dhe oficerët holandez, mori dhe disa shqiptar që i paguante si mercenar, asnjë tjetër se mbronte. Po gjermanët vetë nuk pruri, këto i tha ai. Gabimi më i madh që ka bërë princi për perandojën e Gjermanisë Vilhelm II ka qenë që nuk mori administratën ushtarake dhe administratën e këshilltarëve vetë merrte nga Gjermania, po i mori tërë tuaj thotë që e sabotuan të gjithë. Dhe për këtë ai nuk ishte dakord. Pra princi nuk ishte atë, si thua, eksperiencën politike këtu në Shqipëri, në Ballkan, në përgjithësi duhet të jesh dhël për politike, duhet të jesh intrigant, duhet të kesh gjithat mbjetosh për ndonjë pushtet. Ai nuk i kishte. Të gjitha këto, ai ishte njëri drejt, i ndershëm. Ai ishte mësuar me kulturën e gjermanëve, nuk ishte mësuar me kulturën tonë që po mimi Olena, po një sekondë tani, ishte mësuar me kulturën e gjermanëve dhe vjen këtu dhe punon me staf të huaj. Po ashtu ishte. Nuk e merr gjerman. Se e kishte vendosur fuqitë e mëdha. Stafi huaj do ishte përgjithësi. Vetëm qeveria do ishte shqiptare dhe kjo qeveri shqiptare që ishte në përgjithësi nuk ishte shqiptare fare në shumicën e rasteve. Pyetjet që ngrihen në këtë libër zonja Zotrinj, që unë e kam këtu dhe që Ledu e ka përpasere për qefin tuaj dhe qefin tim, dhe të Elenës, është libri Elenës sigurisht. Pse një princ gjerman po fronin shqiptar? Sepse nuk kishte kompromis tjetër. Pse u caktua si kryeqytet Durrësi dhe jo Vlora? Sepse nuk donte Italia Vlorën sa e donte për vete. Pse Vidin nuk arriti të stabilizoj situata në jug të Shqipërisë? Sepse ushtria greke nuk u tërroi kur, kishte 70.000 ushtarë dhe ne nuk kishim asnjë ushtar. Ja, vdes për të përgjigjesh se madhe që është kjo vajzë. Çfarë përmbante protokolli Korfuzit? I jepte komplet jugun e Shqipërisë, e bënte si
autonom apo të pavarur për t'ia dhënë Greqisë. Pse u arrestua Esat Pashtoptani dhe a ka tradhtuar ai Princ Vidin? Esat Pashtoptani u arrestua për arsye se armatosi Shqipërinë e Mesme, e cila filloi një rebelim kundra princit. Për këtë arsye dhe kuptuan hollandezët dhe austriakët, të cilët ishin dhël pranë atë kohë. Ato ishin më të zgjuarët, por problemi ishte në kuptimin e situatës politike të Ballkanit, se flasim për zgjuarësi politike, nuk po flasim për zgjuarësi personale, dhe kapën dhe arrestuan dhe deportuan nga Shqipëria. E tradhtoi princi, po sigurisht tradhti është, dërsa ti rebelon kundër atit me cilën ti je në qeveri, është tradhti, sigurisht. Pse u largua princi, Princ Vidi me anijen italiane Misurata, për pak orë nga qyteti në 23 majt. Me shantazh të Italisë për hakmarrje ndaj Esat Toptanit, Italia e shantazhoi princin, i thatë kanë ardhur rebelët, do të zhdukin, dhe ai për atë arsye shkreti, nuk donte të ikte, po me një rebelimi, një shantazh të tillë. Rebelimi i Shqipërisë së Mesme është një rebelim islamik apo anti-princ, Elena? Çfarë roli patën feudalët shqiptarë? Rebelimi është një rebelim me tipare osmaniste. Pra kërkesat ishin bashkimi perandorin osmane, etj që ishin skandaloze, në fakt. Por këto kërkesa nuk i bënin rebelët, por i bënte Greqia, Serbia, Turqia, Italia, nuk ishin të tyre, sepse vetë dhe princi thotë në marrëveshje i bënin jo me shqiptarët, i bënin me agjentët serb dhe me këto merreshin vesh, pra nuk ishte tjetër, dhe të tërë tradhtuan. Për shembull, pse e tradhtuan? U la që do të dilin, ishin 2000 rebel, do merresh një ushtri në jug të Shqipërisë, një ushtri në veri dhe një në veri lindje. Do të vinin Durrës, të shpartallonin rebelët. Ç'a ndodhi? Ushtria e jugut që u bë me mallakastriot, vlonjat, thuhet që u shpartallua nga pagesat që bëri Greqia dhe erdhin lushnje, volli gjithë Myzeqen dhe u kthye mbrapsh. Pra, mori parat nga princi, volli Myzeqen dhe iku. Ushtria e Veriut me preng Bib Dodon u pagua me shumë të mëdha nga princi për të nxjerrë një numër të madh 5000 ushtarësh. Vajt Italia hodhi një qese me Flori dhe i tha, nuk do t'i çosh ushtarët atje. Si përfundim erdhën ishmë, vodhën aty. Edhe as lekët ushtarët se morse i mori preka. Skandal. Se u atërua marrëdhënia me dy fjalë, Elena, midis Austrisë dhe Italisë? Për shkak të problemit që Italia loste me dy porta. Sepse Italia në njërin anë bënte marrëveshje me Austrinë se do mbajnë princin për të ruajtur shtetin shqiptar, se po i këtë princi binte shteti shqiptar, kjo është rëndësia e princit, nuk është rëndësi tjetër, se lidhet ekzistenca e Shqipërisë me ato. Po të binte princi, binte shteti shqiptar që krijuar në Londër. Kjo ishte se nuk e mante kush. Dhe çfarë ndodhi? Austria e kuptoi që Italia lote me dy porta, nga njëra anë në marrëveshje binte dakord me Italinë se do mbajnë princin, do mbajmë Shqipërinë, nga ana tjetër punonte që të shkatërronte pozicionin e princit për të shkatërruar Shqipërinë. Atko se ka qenë monarki italiane atko. Çfarë përbashkëtash ka Shqipëria e sotme me atë të para 100 vjetëve, Elena? Shumë përbashkëta. Atë që tham? Po, korrupsionin për shembull në para 100 vjetësh thuhet që duan punë administratë publike. Korrupsioni politikanëve është i njëllojt. Harmiqt e shqiptarëve punojnë me agjenturat e tyre po në mënyrë të njëllojt. Po të lexosh princin e kupton se mënyra se si arrin. Ja po ato kode po. Politikanët shqiptar po sigurisht korruptuar, të papërgjegjshëm, nuk kanë ndjenja kombëtare në kuptimin e përgjegjësisë së detyrës, nuk e kanë pas në atë kohë, nuk e kanë asot. Si thuash, situata politike ndërkombëtare për disa fuqi ka ndryshuar, por për disa fuqi ka ndryshuar, dërsa për disa fuqi ende vazhdon të jenë po të njëjtet armiq. Që do thotë që princit mëson se si e ke situatën, se si do bëhet në të ardhmen, dhe unë nxjerr konkluzione që me anë të Princ Vidit, do të thënë dhe aventurës së tij në Shqipëri, mëson shumë gjëra për vete, për Shqipërinë, se kush jemi ne, se çfarë jemi në gjendje të bëjmë ne, se çfarë në gjendje të bëjmë fuqitë ballkanike kundra nesh dhe fuqitë e mëdha kundra nesh. Dhe Shqipëria dhe për Shqipëri lufta për Shqipërinë është shumë e madhe, ne nuk e kuptojmë, se nuk arrim ta kuptojmë. Punohet me politikanët, punohet underground, punohet në të gjitha format, dhe nëse Shqipëria mbetet një vend i varfër këtu ku është, kjo i dedikohet shumë edhe faktorit jashtëm i cili nuk e do ekzistencën e Shqipërisë. Një Amerika, po disa vende në Evropë që e duan, ne nuk dinë të mbajmë marrëdhënie të mira me to, sepse rasti i parë që ka qenë problemi i armëve kimike, ne e zhdukëm me flakëm Amerikën, e mori Italia, i demontoi, nuk pati asnjë problem. Pse? Këtu u bë një histeri kolektive dhe cila erdhi si rezultat i punimit të agjenturave të huaja, i mendjelehtësisë politikanëve shqiptar, edhe i shumë faktorëve tjerë dhe i faktorit vetë shqiptar. Vetë shqiptarët kanë probleme me kulturën e tyre politike. Sepse kjo vjen nga 1500 vjetë perandori osmane dhe bizantine. Nuk din të zgjedhin, preferojnë politikanët që sillen si bandita,
preferojnë diktator në një farë mënyre dhe nuk kanë kulturë politike demokratike. Dhe forma me cilën që është Shqipëria sot, por sistemi politik i Shqipërisë nuk është demokraci, kjo nuk është demokraci. Demokraci përfaqësuese do të thotë që ti jesh i përfaqësues i popullit dhe ti jesh llogarilënës, sepse ne nuk e kemi këtë, sepse dihet me sistemin elektoral me listat mbyllura në Shqipëri, ti nuk zgjedh dhe ai është sistemi më antidemokratik, vetëm me këtë Shqipëria nëse se heq këtë sistem ka për të shku keq, unë jam shumë pesimiste për të ardhmen e Shqipërisë, vetëm nga klasa politike e cila para 100 vjetësh thuhet politikanët shqiptarë shikojnë Shqipërinë si një lop që mund ta mjelin dhe për të nxjerrë përfitime personale për veten e vet, prap Shqipëria është kthyer në një lop që e mjelin vetëm disa njerëz dhe pjesa tjetër, si thua, as është pjesëmarrëse në pushtet, as përfiton dhe asnjë gjë. Dhe nëse ka Shqipëria një progres sot nuk e ka për shkak të politikanëve shqiptar, qëse shqiptarët kanë ndërtuar shtëpi të bukura, e kanë bërë se kanë shkuar në emigracion dhe kur vjen puna, përsëri politika është kaq e papërgjegjshme sa atë investim që ai ka bërë me vite në emigracion ja shëm edhe brenda ditës. Kështu që në një farë mënyre problemin e kemi me veten, e kemi politikanët tanë, e kemi me mënyrën se si qeverisemi. Ja sepse të lexuar edhe princi për të kuptuar se cilat janë problemet tona edhe sot. William Witt, princi i Gjermani i Shqipërisë, një libër që s'duhet ta humbisni. Gëzova shumë që më rikthye Elena Kocaqi, kështë marrë malli. Do të rikthehemi më shpesh. Çani shikoj të shkosh libër histori do të rrësh vite. Është shumë vështirë. Prandaj edhe nuk kam ardhur. Kam ardhur 2012-ën e di. Mos i siko se je me mua je okay. Por kam plan të shkruaj edhe libër politik dhe filozofik dhe që do të jenë akoma shumë të fuqishëm. Por me i gjysmë më të thjeshtë. Po sigurisht me për ta përhapur sa më shumë mesazhe. Sigurisht. Intervista i ka përgatitur për të relaksuar tani me Elenën dhe për ju, për shefin tuaj dhe tonin bashk. Quhet thjesht Princ Vidi apo Princ Rama? E para Rama nuk është princ. Nuk vjen nga dinasti. E keme thonjë za princ, pra, shikoj këtu. Princ në kuptimin që drejton Shqipërinë, po sigurisht, po, dakord. Princ në kuptimin që është i pari. Drejtor, po, është i pari për qeverisë. Në atë kuptim e kemi, dihet që është simbolik. Po. Se unë në fakt nuk është se... Po edhe princ është, kujdes. I ka gjitha në dorë, kujdes. Po, mirë, dakord. Ja ka dhënë kushtetuta që ndryshon 2008. Se çfarë si ka, pa ai spjet për kushtetutën, merr dhe më shumë po doj. Po, me majorancë. Elena, kujdes sepse ky është test. Po. Kush ka bërë betimin nën tingujt e Wagnerit dhe Çajkovskit? Princ Vidi apo Princ Rama? Unë nuk dita këtë bërë asnjëri as tjetri. Princ Vidi. Vidi e ka bërë betimin... Është e sigurt kjo? Të kujt the, të kujt? Betimin nën tingujt e Wagnerit dhe Çajkovskit. Nuk e kam parë si... Vidi është betuar dhe ka marrë, si tu është ka marrë dhe kryqin dhe hënën për të përfaqësuar shqiptarët, por Rama nuk besoj, Rama jo. Vidi pra e thamë, o njëri o tjetëri është tu, o nuk e mund jetë të dy. Mi se ka mundësi që herë pas here, në rrethana ndryshme mund të kemë bërë të dy të njëjtën gjë, kujdes. Në kohë ndryshme. Kujt ja kanë futur më tepër europianët ose fuqitë e mëdha, Princ Vidit apo Princ Ramës? Princ Vidit. Princ Vidit. Kush ka paguar 20 zogj prej arit të qëndisur me gur të çmuar, Princ Vidi apo Princ Rama? Si ka paguar? Vidit ja vodhën këto, ishin tesat të... Kush ka pasur, kush ka paguar? Kush ka pasur? Vidi. Princ Vidi. Kujt i kanë vjedhur 40 statuja të vogla? Princ Vidit apo Princ Ramës? Vidit ja kanë vjedhur Princ Vidit ja vodhi e sa të pashtoptani. Edhe me forta kalën e racës ja dha mbretit Malizzi, do më të një bëtë edhe dhurata. Ishte njeri i mirë pra e sa t'i shkret. Ishte dërlushuar. Jo, s'ka qenë e dërlushuar. Kush ka mallkuar kundërshtarët e tij politik? Princ Vidi apo Princ Rama? Vidi jo, Vidi ka qenë gjëna. Princ Rama në Konispol para sa ditësh? Pa i tha që unë nuk mallkoj kundërshtarët e mi politik për ata që kërkojnë të bëjnë përçarje fetare dhe kombëtare. Nëse. Çdo thoshte. Kush ka pamje më të kuruar? Princ Vidi me çizmet e tij të gjata dhe të lustruara apo Princ Rama me t-shirtet me kukulla dhe kollaret ekstravagante? Më fal, unë duhet nuk jam marrë me këtë anën estetike, po mendoj se politikanë tanë vishën më bukur se Princ Vidi. Pse kush ka dalë më tepër shëtitje me gruan për krau, me bashortin? Princ Vidi apo Princ Rama? Besoj Rama. Rama? Po Rama. Kujdes, në një kohë kaq shkurtër, 6 muaj që kanë dhënë në Shqipëri, Princ Vidi, se Rama ka 2 vjet që është princ. Me se Rama ka kohë që është princ, po tani princi i gjithë Shqipërisë, ka qenë princi i Tiranës për gjithë vite.
Princ Vidi nuk shihej me sy të mirë që dilte Xhiro në Durrës me gruan për krau shumë shpesh. Shiko, sepse mentaliteti i asaj kohe ka qenë i tillë që respekti për grua nuk ka qenë aq i madh në këtë zonë. Por ndryshon nga zona e jugut të Shqipërisë ku gruaja ka qenë zonjë. Po sigurisht. Kush ka pozuar më tepër me bashorten? Princ Vidi apo Princ Rama? Këtë nuk e di, sepse fotot janë personale, nuk di të them që t'je futur unë tek... Atëre, Princ Vidi mbahet mend për pozat e pafundme me princeshën Sofi. Po mirë, po e sotshme është më shumë, sepse më përpara, aparatet fotografike ose kanë qenë më të rrallë, ndërsa sot i bën për ditë selfie. Tani Princ Rama bën selfie. Por se kur dush. Rama s'ka filluar akoma me belfiet. I parë kur s'filloi do i ditë. Belfiet janë për femra më shumë. E thatë e fevzo, e refuti që ishte të pardije kur ishte. Tha unë ku pjesë media, unë e bëj vetë, tha. Ma celularin tha ba me bëj, tha pjesë. Një mënyrë është, sepse ti e hedh në internet, shofin tërë edhe nuk e nevojë. Nuk është... I pa parë është njeri e. Gjithë jetën tha ka ndëruar të jetë showman, dhe vajtë u bë kryeministër, kur e mendon. Elena, ku shtroi tapet të kuq dhe mblodhi 5.000 karige për i takim me Elbasanlin? Princ Vidi apo Princ Rama? Vidi jo, është e sigurt. Princ Rama, pardje, me thuaje, me qazon. Qazo i papare. E po Vidi në qazën e dy e pe? Po e pam. I va parë qazo. Fikini kamera, tha dhe fillot të fliste. Aroj për moment që i kamera mund të këshillonte. A i tha unë i këshillua misisht, që duhet gazetarët ta duhet jenë të urtë. Të vërtetë jo tha? Nuk është e kinjeu? Jo, nuk i njeu. Kush përshkruhet si më tolerant dhe më zemërgjer, por me karakter të dobët? Princ Vidi apo Princ Rama? Vidi, ka qenë më tolerant. Kush ka pasur drojtë të drejtoj Shqipërinë pasi nuk dinte asgjë rreth saj? Princ Vidi apo Princ Rama? Vidi. Vidi. Kush nuk arriti do të rilindë Shqipërinë? Princ Vidi apo Princ Rama? Deri tani? Të dy se ka... Bravo, përgjigje saktë, bravo. Libri quhet William Vidi, princi Gjermani Shqipërisë, në zotëri. Jepi që... Nga Elena Kocaqi, nga shtëpia botuese Emal. Bravo Elena, e paparje. Faleminderit. Me Elena do takohemi sërish, ora në këto momente është 2 fiks. Ky emision i transmetohet pas pak orësh, në orën 11 para ditës sot në Klan, ku sigurisht do jesh shumë i përmbledhur. Gjithë pjesë politike të fushatës që ishin sot në këtë emision, ledjo do i qefi, sepse ligji nuk na lejon që këto gjëra transmetohen në heshtjen zgjedhore që ka filluar që pas orës 12 natës. Kështu do jemi me Elenën për qefin tonë sot në transmetim, gjatë kohës që njerëzit janë në drekat e tyre në për shtëpi ose më, do shoh do dëgjojnë Princ Vidin, merrni këtë libër dhe apasiononi, unë për shkakun që s'e kam fare qef historinë. Unë nuk e di sepse ti më apasionon sa herë që më vjen me libra për historinë e paparë. Sepse unë trajtoj historinë në një formë që të jetë e aplikueshme për sot, e kuptueshme. Ke një mënyrë të rrëfyer brillante, Elena, je paparë. Problemi është, e thash në fillim, që është shumë e vështirë për shkruar histori, mundim i jashtëzakonshëm, një borxh që unë ja kam si historiane Vidit për ato çka hoqin Shqipëri, por jo vetëm këtë, një borxh që ja kam Shqipërisë për të kuptuar se ku ka qenë, ku është dhe se çfarë duhet bëj. Dhe historia është mësuesja më e madhe, eksperienca më e madhe që mund t'i japësh si eksperiencë politike, po edhe kombëtare. Kështu që në një farë mënyrë dua për kontribut në kuptimin edhe shkencor, por edhe kombëtar. Elena Kocaqi, zotërinj, dhe me këtë fjalë të Elenës, unë them, duhet ju them 2 fjalë, po sigurisht se më takon të them 2 fjalë, që kujdes të dielën, parashikohen disa incidente, Kreshik Spaiu, për shumë që është më informuar se unë na tha sonte që në disa qytet, në disa bashki do ketë disa... Ku kemi bërë ndonjë zgjedhje në Çani pa incident? Unë do ju thoshja me qetësi nga kjo studio dhe me dashuri, siç do thoshte Meta, kujdes, mos u afroni shumë pranë qendrave të zjarrit. Ju e dini që shpesh tilla raste mund t'ikësh për lesh edhe thjesht sepse je atje, je prezent atje dhe në fakt 2 njerëz duhet vrasin njëri tjetrin, vritesh dhe ti bashkë me ata. Kështu që kujdes. Kujdes sepse po ndodhi një herë, s'përsëritet më. A Elena? Po, unë besoj, unë kam një thirrje nëse është puna për zgjedhjet, shqiptarët... Jo, nuk kemi drejt. Jo për të bërë kandidat. Dakor. Jo për të votu, as më intereson fare. Por unë e kam për popullin, për këtë që duhet jenë vetë
të kujdesshëm, të votojnë individin që pëlqejnë, pra jo partin, sepse kanë dorë të ardhmen e tyre në një farë mënyre. Unë nuk jam pra të që... Jo, ti sa po thej që s'pjer njeri, kështu që... Jo, kanë në lidhje me bashkit deri diku, nëse ti del masivisht, sa do të vjedhë dikush, përsëri nuk e mposh dot. Pra ti e kundër me këshik s'pa ju që thot bojkotoni. Shiko, forma mënyra që kemi ne sot është për shkak të apatisë popullit. Se nëse populli është do të ishte më pjesëmarrës dhe do të ishte më përgjegjës, nuk është i përfaqësuar, sigurisht nuk e lejojnë partitë. Sepse populli bën sikur voton, partitë janë ato që përfaqësojnë. Elena, që mos i rikthehemi prap zemër, ora në këtë moment ka kaluar 2 po çon si ka, nuk ka rëndësi, ze se tani jemi në transmetim apo jo, se kjo më intereson shumë. Ky është momenti i dio që unë të them, kujdes të gjithë bashkëtakohemi të premten e ardhshme, ku përveç të ftuarve të tjerë do jetë shkollaku dhe Zhej, ABC News dhe Mama Pikal për të marrë pak me analizën e fitores dhe humbjes së zgjedhjes, do ketë me siguri dhe fitues dhe humbës në këtë zgjedhje. Kështu që unë them që me këtë moment le dio ta mbyllim dhe këtë emision për sonte, po ky është momenti. Çani, faleminderit shumë për Azjele na shkënaqësi për mua. Me ne sonte në studio Katrina Lulaj le dio. Katrina Lulaj, shkurt kati. Goca që po provokon shumë në rrjetet sociale edhe në portalet online. Goca me origjinë nga Peja, që jeton në Prishtinë. Shkurt kati, Katrina Lulaj, papare. Me ne sonte në studio Artur Zhej dhe Arman Shullago, Mao Pikal dhe ABC News, përballë kandidatëve Gjergj Bojarxhi dhe Sazan Guri, i pari i pavarur, i dyti më vete, për Bashkinë e Tiranës. Me ne sonte në studio Shkenda Dubova për klipin e saj më të ri, Lejle të folim. Me ne sonte në studio Ongjëll Cara. Ongjëll Cara, kandidati i opozitës për Bashkinë e Kavajës. Me ne sonte në studio Kreshik Spaiu. Erdhi analizoi fushatën elektorale deri tani dhe çdo ndodhi nesër pra, të dielën, ditën e zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe bëri thirrje për bojkot. Me ne sonte në studio Nardi Shijaku për klipin e tij më të ri, së bashku me Gazun dhe Zhatin e Tiranës, me titullin Energji për mu. Me ne sonte në studio Elena Kocaqi, një libër që s'dua të mungoj në bibliotekën e shtëpisë tuaj. William Vidi, princi gjerman i Shqipërisë, nga shtëpia botuese e Mal. Bashkëtakohemi të premten e ardhshme deri atëherë. Ruani veten toksor, po ju lëm Patrik Bryelin. Miru pafshim toksor.